qyteti, Prishtina, sepse për pas një kohë të gjatë qëndron në vendin e dytë dhe është, si me thonë, me shumë gjasa jo favorit në raundin e dytë, pra ka gjasa që ta humbet me shumë lehtësi Prishtinën, po përtej kësaj, se përket kuvendit komunal, vetëvendosja në kryeqytet është vendos në vendin e tretë, është pra pas PDK-s. Dhe dyta është komuna e Mitrovicës së Jugut, aty ku vetëvendosja ka prit fitore pa baljetazh, realisht ka dalë si e dyta, ani pse vetë Kurti, pa dhe lëvizja vetëvendosje dhe qeveria, cilën drejton Albin Kurti, tashmë në detyrë, ka investu jashtëzakonisht shumë që me fitu në Mitrovicë, madje ka një prej figura më të votuar në Kosovë, që ka qenë kandidat pra ministrin e mbështetjes Faton Pesi, i cili megjithatë nuk arriti që të dalë as i pari në këtë komunë.